degën e Tiranës, shoqatës Mezaqeja, që organizon një veprimtari të tillë për nder të 95 vjetorit të hatjes së shkollës Pashë Shqipe në zonën e Lipovshës. Mund të them se ftesa që më bë për të marrë pjesë këtu më ka emocionuar jashtëmase, sepse është një veprimtari që i kushtohet arsimit. Në këtë veprimtari përkujtimore secili prej nesh mediton dhe sjell ndërmend gjithë ato vite të vështira, atë mund, atë thjers, atë sakrificë, atë përkushtim që është dashur që nga hapja e shkollës së parë Shqipe e deri sot. Atë punë që është dashur për ecjen përpara të kësaj shkolle, atë punë që është dashur për t'i dhënë më pas fizionominë shkollës Shqipe. Sot, Lipovsha feston 95 vjetorin e shkollës së parë me një godinë të re, e cila do të kururohet pas 2 javësh kur në komunë të festohet 95 vjetori. Gjithashtu, sot në komunën e Lipovshës ushtrojnë veprimtarin e tyre 5 shkolla publike, të cilët militojnë 95 mësues të gjithë me arsim përkatës, mbi 1400 nxënës në arsimin të vjeçar dhe mbi 300 nxënës në arsimin e mesëm. Është një zonë tepër arsimdashëse, nga e cila në 2 orë të universitetit trokasin dhjetra nxënës. Vi vërtet me tepër emocion në këtë veprimtari përkujtimore dhe i uroj organizatorëve që veprimtari të tilla të organizojnë për herë. Faleminderit.